Për të parën herë në Shqipëri, Retina Institute Fier sjell një revolucion në kujdesin e syve. Një hap i madh për pacientët, veçanërisht për ata me glaukom, të cilët tani mund të trajtohen në vendin e tyre me kirurgji moderne sipas standardeve ndërkombëtare. Përshëndetje, jam doktor Talaj. Sapo realizuam kirurgjin moderne GAT për trajtimin e glaukomës. Jam i lumtur të kryej procedura kirurgjikale minimalisht invazive për trajtimin e glaukomës në klinikën Retina Institute në Fier. Pacienti kishte glaukom dhe katarakt. Si fillim, ne vijuam me metodën GAT për glaukomën dhe më pas heqjen e kataraktit dhe zvendësimin e tij me një lente intraokulare. Ju kujtoj se glaukoma është shkaku numër 1 i verbërisë në botë dhe ftoj çdo që ka shqetësime me shikimin e tij të orientohet drejt stafit ton në Retina Institute. Unë kisha shqetësim perde në sy, kisha disa vite që vuaja nga tensioni i syrit. Dhe kisha dëgjuar fjalë shumë të mira për këtë klinikë. Dhe gocat njerë janë të mrekullueshme, po bëj gati 2 muaj që po merrem me mjekimin e syrit dhe më në fund ja arrita kësaj dite se i kisha humbur shpresat të fakt. Tani ndjem shumë mirë, unë kam shumë besim në doktori. Ishte fat i madh që u ndodh për mua. E falenderoj nga zemra. Doktor Talaj, eksperti që trajton numrin më të madh të pacientëve me glaukoma në Turqi, është mjeku ushtarak me gradën profesor dhe kolonel. Tani ai vjen pra Retina Institute në Fier, së bashku me një staf të licencuar dhe me eksperiencë ndërkombëtare.